Kjo fjala e deputetit parafolës ishte sikur procedurja. Ishte sikur të i kërkoje djallit të interpretoj Biblën. Tani me që flasim për Biblën dhe dëgjuam se ç'thot djalli për Biblën, tani të shkojmë tek shinat. Edhe e kam për deputetët e rinj të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Kur keni ardhur në datën 12 shtator këtu, në tryezë keni gjetur këto 3 libra. Këto janë 3 librat që rregullojnë, ka dhe libra tjerë, është dhe kodi etikës. Po ju s'vini asnjëherë se shkollë natë keni këtë punë, do ikni prap. Por po ju them, ky është libri i parë, është kushtetuta. Ky është libri i dytë, është rregulloria, dhe ky është një libër që ka ardhur nga tradita parlamentare. Më në fund kemi bërë një punë të mirë 4 vite më parë, ku traditën parlamentare e kemi vënë në libër. Rregulloria e Kuvendit Neni 103 e ka përcaktuar qartazi se si bëhet procesi i raportimit. E vërteta është, dhe ju e thoni shpesh, kur e kemi bërë gabim një herë, nuk kemi pse e bëjmë gabim gjithmonë. Po, është e vërtet që në 2023 apo 2024 është bërë gabim. Është bërë gabim. Por, ky libri këtu është miratuar përpara. Dhe është miratuar në korrik të vitit 2021, ku në fakt me deputet që kishin ardhur nga lista tuaja, e kemi bërë një diskutim të tillë, i jemi referuar, gënjeu zotëria që tha Parlamenti Evropian, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës, nuk ka më në Parlamentin Evropian që të vijë një institucion të raportojë dhe ti të shohësh nga vendi dhe ti thuash kam këtë pyetje, po shiko se kam dhe këtë pyetje. Jo. Ka një rregull në të gjitha parlamentet. Pyetjet depozitohen përpara seancës. Madje, nëse doni, lexoni Nenin 90 rregullores, ku bëhet fjalë nëse ti do t'i bësh pyetje kryeministrit. Edhe në atë rast, kur ti do t'i bësh pyetje kryeministrit, pyetjet depozitohen përpara fillimit seancës dhe kryeministri lexon pyetjen që i ka dhënë deputeti. Dhe deputeti, edhe në rastin në fjalë, ka të drejtë që në kohën e përcaktuar që kemi rënë dakord apo jo? Toni këtu. Kemi rënë dakord. Kemi rënë dakord 150 minuta. Herë 5 institucione kemi 12 orë gjysmë debat, se po thoni nuk duam, po na heqin kohën. O zotërin deputet të rinj të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zgjedheni brenda jush të hallë që ju ka zënë. Keni 5 orë në dispozicion që të flisni. Ndoshta ai njeriu aty nuk do që të flisni ju. Është puna atij, është strategjia atij që të flasi vetëm ai. Ne jemi të gatshëm në zbatim të këtyre 3 librave. Fillojmë me njëherë diskutimin. Ju lutem shumë, edhe po mirë se edhe gënjeshtar i nivelit tani the prokurori i përgjithshëm raporton këtu unë nga 20 vjet deputet. Prokurori i përgjithshëm ka raportuar gjithmonë. Ama koha kur raportonte Ina Rama dhe ti lije sallën edhe pse kishe shumicë, e mban mend, ë? E mban mend Josefina, kur vinte Ina Rama këtu largoheshin nga salla. Vazhdojmë punë. Zoti Manjam pas zoti Gjekmark.